Faleminderit. Kjo është për ty. Ti ke njerëz që ju i gjetë ofër momente ndryshme në halle, nevoja, në situata që ata kanë mendin se s'ka mo dritë në fund tunelit. E di që ka i gjo? Ti e bë dritë për të fund tunelit. Faleminderit, po Biblia thot e gjo shumë bukur, që thot, kush ka mundësinë e bëhet mirën, edhe nuk e bën mëkat. Kështu që kjo është i gjo që jo vetëm unë, po gjithkush që ka mundësinë e bëhet mirën, duhet me e bëhet, për mos me kryj mëkat, për mos me bë mëkat. Ne të falenderojmë që e ndonë me ne këtë mesazh, edhe jena shumë të kënaqura që ka njerëz si ti që pavarësisht arritjeve dhe sukseseve që ka në jetë, ka këtë lloj ideje, sepse fatkeqësisht shumë njerëz kur arrin një stad, si që ke ti, dhe ke shumë të merituar, nuk janë me këtë lloj zemre dhe me këtë lloj ideje, mendimi edhe kështu që është shumë çka kjo që. Gjërësia e krishterë thot edhe predikon gjithmonë vetëm për ulësinë. E njeriu kur është mirënjohës edhe kur është i përulur kundrejt mbi gjitha, atje lart se nuk është askush rastësisht aty ku është, por thjesht do të më qenë i përulur, edhe mirënjohës, edhe me i ditë mirënjohjen gjithkujt që funja ka vu i tull në gjithë karrierën tane. Kurse gjithë ky bekim që unë mund të marr prej Zotit me gjithë arritjet e mia, duhet më shpërnda se kush mjell me dorë mbyllur ka me korr me dorë mbyllur, kush mjell me dorë hapur edhe ka me korr me dorë hapur. Shumë faleminderit. Edhe diçka shumë e vogël. Kjo është punime që ne i bën kameramanja zakonisht. Tu kënë që ne jena të dyja prind vetë dhe e dim se ti ka maj dobë dhe maj fort njëkohësisht, e një prindi jam fëmijë, që ti ke një gostë edhe një çon të vodka. Edhe ti ke me jetë. Unë ju falenderoj me gjithë zemër. Falenderoj ishte e papritur. Ju falenderoj për. Kërkoj ndjesë se ti edhe në punë tash morën pak minuta. Nuk është problem. Është Faleminderit kënaqësi edhe ma bot ditën e ma bot natën. Shumë faleminderit. Kënaqësi edhe për ne.